Simbolikisht e mbylla derën e kuvendit, kom kërku prej gjithë deputetëve që i kom taku sot, me ndajt në ndërtesë derisa të arrijë një marrëveshje politike, çfarë do qoftë ajo, nuk kam asnjë anim politik, thjesht po du me fillu me funksionu kuvendi, këtë kanë obligim, për ndryshe me këtë formë. Kjo është sot e 27 herë, edhe na paraprakisht e dim që edhe sot s'kanë më marrë vesh, ta potencialisht jo vetëm që po i shkelin obligime që i kanë ndaj neve qytetarëve, po potencialisht po kryejnë edhe vepër penale, mund të ketë elemente të korrupsionit pasiv, nëse vërtetohet se ky bllokim është pjesë e pazareve politike. Mos me folë që po e simulojnë që po punojnë, e në fakt nuk po punojnë, aty të këtë elementet veprës penale të mashtrimit, edhe potencialisht mundet me qenë dhe ke shpërdorimi pozitës zyrtare. Me të vërtet, kjo është katastrofë që ka po ndodhë, po që ka më bo një përshtypje, shumica e deputetëve kanë ardhur me vonesë. Unë tash për juve gazetarëve, po e kuptoj që këta gjithmonë po voneshin. 19-20 vjen deputeti këtu me vonesë dhe vjen na shetmen. Po kjo s'ka fat kuptimi, nëse deputet nuk e fillojnë seancën atër kur e kanë caktu, nuk mundën me prit prej zyrtarëve tjerë me fillu në kohë. Siç e pat, asnjë parti nuk pat ndonjë qëllim mosmunal, pra krejt ishte te individ, e patëm një deputet PDK-s i cili tha ti nuk mundesh me na nal neve, ta si s'është puna jote, a nuk e din që qytetari e ka detyrë me lyp përgjegjësi, edhe drejt edhe detyrë me lyp përgjegjësi prej një deputeti, pa deputet PDK-s që kanë shumë korrekt, shumë të hapun edhe ndaj juve, mediave dhe ndaj meje, e kolegut tim, edhe të vetë vendosjes, edhe të partive tjera, madje edhe të lista sërbe u tregu që është shumë konstruktiv. Kërkova që deri në marrëveshje mos me dalë për ndërtesës, në fakt për këto 27 herë që janë taku, vetëm në marrëveshje që kanë arrit edhe atë mënyrë unanime është marrëveshja që nesër mos me punu për shkak se është festa e Bajramit. Pra dje u morëm vesh shumë lehtë për këto, për asgjë tjetër nuk po merrem vesh. Do të shiqoj në të ardhmen si do të vazhdoj kjo lloj e protestës. Sot u blloku dera me këtë fjonë. Kishte deputet që këtë punë edhe si hajgare pak e morën, unë reagova shumë mashkull, tash nuk jem dalë të me bo hajgare, se populli s'po ka buk me hangër. Po, nëse vazhdojnë që shtu, kjo fjonë ka mu shëndru në zinxhir. E atër veç ka mu përshkallëzu situata dhe ka me qenë serioze. Në këtë fazë unë do të shiqoj cilat veprime do t'i ndërmarr.